Jemi së bashku pas të klipi, jam në lidhje me fermerët dhe në fakt të doja që ta startoja me një pyetje të përgjithshme, ku dua që të ngrinë vetëm dorën ata që e mendojnë pyetjen, kush mendon që e ka bërë që Andrea si vendim e ka marrë vendim strateg të, pra me qëllim jo të mirë, por me qëllim të lojës. Dua vetëm duart e ngritura. Nëse e kuptuat pyetjen, shoh Big Bastën. Si pak zëri? Albano? Kush mendon që Andrea e ka bërë strategjikisht Jo, më thoni, nuk më dëgjoni. Albano, më thoni, nuk më dëgjoni, nuk vjen zërim? Jo, dëgjojmë shumë mirë, thjesht. Dëgjojmë shumë mirë. Atëherë, sa për ju shohin si vendim strateg, Big Mama, Nena, Ylli, Elinara, Big Basta dhe Eran. Ta mirë që nga në mre urthikat me Luana. Së është e mreme, po është diçka që se ke logiku shumë. Ta mirë që nga në mre urthikat. Mundet ai se ka logiku, e ka logiku. Nëse se ka logiku, nuk është strateg. Nuk e di, e ka logiku, prandaj e ngrejta dorën. Për strategji, po. Për strategji, po. Për strategji normalisht që e ka bo. Aron Mandej ka thonë ga bova. Ylli se ndoshta nuk më kuptuat në pyetje. Jo, kuptova që e ka bo për strategji. Po ai s'kupton Kush mendon që e ka bërë me qëllim të mirë? Me qëllim të mirë. Dua vetëm duart lart. Jo. As Andreas mendon që e ka bërë me qëllim të mirë. Panorama është e qartë. Big Mama, pse ti mendon që e ka bërë për lojë? Unë mendoj se sa koka që e njoh Andreën këtu, edhe tërkohë se vërtet gjë se unë i di gjitha mirë, edhe se din lojën shumë mirë, se analizon lojën shumë mirë, edhe me një rast tillë, mos dihet ta bën atë balansën se i rrezikon dy miqtë e vet, unë nuk e pranoj se u hutu, po ishte një strategji e fortë. Do të ishte sfidë force. Po çka ka lidhje sfidë force? Po, ti nuk e di. Po unë si nuk e di. Ti njenin mund që ta rrezikosh, tjetri ta lash. Por e pranoj Luana që ajo zgjedhje që ma sugjeroi Big Mama që momentin e parë, patjetër do të ishte shumë e bukur. Por duke menduar që Kë janë... zgjedhje të sugjeroi Big Mama? Për shembull ti ndaja Riku me Yllin ose me Nenën, Riku me Yllin ose Nenën dhe janë dueli me njëna ata dy. A të shkoj kjo ty në mendje në momentin Jo, që nuk të më dash shkoj fjalën? fare Luana, sepse mendova që janë të dy edhe të dy do t'ja arrin qëllimin. Po nuk të shkoj se ato dy nuk Big i Mama, unë nuk të ndërpreva. Nuk i llogarit fare. Big Mama, më lër të flas, e kupton? Se boll bëjmë atje kakofonie për tasin e ulërasin. Nuk e mendova fare atë pjesë, e mendova që janë të dy shumë miq të lidhur me njëri tjetrin, le të themi, dhe patjetër do bënin të pamundër ashtu siç bën. Unë dua të them që në garë deri në momentin final ku vuri duart fati aty, s'kisha ç'a të bëja. Unë besimin tim besoja që do ta menin dhe patjetër me atë shkuan deri te zjarri, tani ç'është e fati aty, nuk e ç'a ti bësh. Ishte rrezik. Por unë di të them që ata si dy të rinj përballë Frederikut dhe Anduelit ishin shumë herë më mbrapa. 3 topa ishin në zjarr ndërkohë kur filluan ata të hidhin. Por fati nuk e deshti Luana, ç'a të bëj, fati nuk hajmi. Nuk hajmi dot. Por s'ka qenë kur me qëllim të keq, për mua këta le të aludojnë se i leverdis të aludojnë dhe shoh për shembull që pas kanë një bindje të madhe për atë pjesë, normale sepse ndoshta e kanë fiksuar mendjen e tyre për njëri tjetrin, por ç'është e vërteta nuk është fare absolutisht ashtu. Po të ishe sonte, Andrea, do bëje të njëjtën zgjidhje? Po të isha sonte, jo, Po nuk do të ishte zgjidhja sonte. Çfarë do kishe zgjedhur? Po, patjetër do t'i zgjedhin ç'a kuptimi, për në atë moment që ishin të katërt. Pra që ai momenti... Po, do t'i kisha, po, patjetër do t'a kisha marrë për bazë atë që më tha Big Mama në momentin e parë. Do t'i kishe ndarë. Do t'i kisha ndarë. Po pse këta sfidën nga fati e humbën? Po. Mund të kishin fat kësaj radhe. Shumë Po, ç'a përpara. them unë? T'ja u bëj qefin këtyre. Jo të na bësh Unë prapë se prapë nuk i ndajnë. Luana, prapë se prapë, Luana, më fal pa. Unë prapë se prapë, Luana, në çdo lloj sfide, unë këta të dy do t'i lija bashkë, se e di që së bashku... Unë dua përgjigjen tënde të sinqertë, nuk dua t'ja bëj qefin këtyre. Kjo, Luana, e Pra, përgjigja jote sinqerta. është nëse do ishte sërish rasti sonte, për ta bërë do kishe bërë të njëjtën zgjedhje. Po, do kisha bërë. Do kishe logjikuar po njësoj. Vetëm topat s'do t'i gjuhë dhe ma Michael Jordan. Frederik, ndërkohë që ti e sheh që nuk ishte problemi tek zgjedhja, po më thua, por tek... Hedhja topave, desh me përdor Michael Jordan, kështu me këq. Ajo më faktu edhe sa ma letë shumë me lugë, unë thuj, hedhi poshë, kjo ullë të poshë, i hedhe prapë shumë. Okej, Frederiku dhe batutat e ti. Që janë shumë të mira ndonjëherë për ta çelësuar situatën, po do doja për të kuptuar vërtet se... Okej, Anduel, do vi tek ti se edhe pak shkove... Okej. Taman. A të flasë unë? Po ti pra ti, po. Okej. Mi mbrëma për dytën herë,
Shiko, unë më thonë drejten i besoj plotësisht, dhe më thonë, zgjedhjes Andreas dhe njetin që ai kishte për atë zgjedhje, asesi nuk e dyshoj që ka qenë e qëllimshme, sepse është një situatë, dhe më thonë, kur del këtu dhe je përpara një zgjedhjesh, ka një herë bllokohesh edhe nuk logjikon ma strategji ose ku diun, sepse unë e di që ato ti është përballë një zgjedhjet. Megjithatë, është tendencë shumë e madhe që le të themi të krijohet një farë përçarje midis dy show, nuk e kam marrë të tillë përkundrazi, gjatë gjithë javës jam unë mi dhënë kuraje që është diçka që ndoshta mund të kisha gabu edhe unë, a e kupton, sepse në rast se bllokohesh, njeriu nuk e din se si mund të veproje, absolutisht nuk e dyshoj domethënë që ishte të gjithë këto diskutime lart të poshtë në përferm i sheh si një lloj tendence për t'ju përçarë ju të dy. Pra, po, tendencë, shiko, ne mezi presim gjithë secili prej nesh mezi pret që të bëhet një gabim dhe gjatë gjithë kohës tim shoj atij gabimi e din. Por që po fus vetën edhe unë këtë rast, mezi presim që më ndodh një gabim dhe më marrëm atë gabim se fundja qëllimi i cili është. Se ti nuk e shtin e bile rrezik as Andren as mu. Ai ju shtini dyve në rrezik. Ti e ndryshe, ky është ndryshe. Jo, shiko, është ndryshe se unë ndoshta kam pak më shumë eksperiencë. Kam pak më shumë eksperiencë për sa i përket kamerave, njerëzve, publikut e tjerë dhe ndoshta mund të jem pak sa më gjakftohet. Ndryshe nga Andrea, që ndoshta s'është se ka dalë shumë shpesh kuptimi e fjalës dhe ai bëhet më strateg, ai bëhet se më shumë din, ai din gjitha. Edhe po mendimi im, po ta jep mendimin se po e diskutojmë. Ai nuk na shtini në rrezik as mua as ty kur do të bën zgjedhjen. Megjithatë ti unë nuk e besoj fare si strategji. Okej, Big Pasta? Luana, unë mendoj që ndonjëherë gjërat janë edhe më të thjeshta se sa ne i komplikojmë. Kam disa javë që mendoj se do më kam arritur në një konkluzion që Andrea gjatë gjithë kohës luan me blofin, duke e parë në disa situata që pasi ndodh thot e dia, më kuptoj nga krau tjetër me çdo strategji që ka krijuar me fermerët e tjerë, tre qereku nga ato që ai ka krijuar strategjit janë larguar, pra unë mendoj që si tjetë e qëllimshme, si të mos jetë e qëllimshme kjo lloj gjëje nuk përbën as edhe lloj diference, mundohet që t'i japi shumë rëndësi vetes së tij, që ne gjasme po e diskutojmë këtë përçarje në tyre, mu fare nuk më interesot, them drejtën, Andrea gjatë gjithë kohës luan me blofin. Këtu a e ke diskutuar, nëse nuk t'intereson nuk e diskuton. Keq për Frederikun qa situate u vut, them drejtën. Nëse nuk t'intereson nuk e diskuton fare. Kaq. Kemi diskutuar, se tani do të diskutojmë në aty brenda. Se po thua, e ke diskutuar, ke folur për mua tër javën, edhe për Andueli. Thot, më vjen keq për Frederikun, thot, ku ndërkohë në video tha që do dal Andueli. Ku është keqala, kupton? Ka lidhje, Frederikun qa situate u vuthash. Jo, shiko, unë jam shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur, e kam shprehë dhe vazhdoj ta shpreh, se unë nuk jam në nominim po marrshem me Big Buster, me Yllin ose dikë tjetër. Jam nominim me Frederik Nozin, pra nuk. Kështu që në çfarë do lloj situate këto janë munduar që ta kthejnë kundra për çdo gjë dhe atëherë kur zgjodhen Elina. 10 vjeç të kthej kundër. Jo, po zgjedhja ju ishte kështu, domethënë këto thon për situatat e vera Luana gjithkohës. Edhe kujton se të tjerët janë si këta. Faleminderit. E para punës mi mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma. Edhe ajo pjesa tjetër e jona që është atje. Të përshëndesin. Tani futemi në temë, ju lutem. Dhe më mungojnë vërtet, sepse çdo ditë që kalon kuptojmë kush kanë qenë të vërtetët edhe kush s'kanë qenë. Megjithatë, pa dash me ul vlerat e asnjërit këtu, desha të them që neve është natyrshëm që do të merremi me atë që ka ndodhur, sepse kjo nuk është një gjë e vogël. Të vesh përballë në zjarr Frederikun dhe Anduelin, për mua ka qenë shumë e dhimbshme, dhe nga ana tjetër për diskutu dhe si njerëz, kur flasim për dy njerëz, të cilët vllai im e shpirti ime, po që ke kye se une, se, do me thënë, e gjitha ajo dashuria e madhe, sakrifica që, do me thënë, paramendonin edhe luej, natyrisht që u hodhë në zjarë vetëm me një dëvën gishti, kjo nuk është një eksperiencë e bukur për ne. Neve nuk jemi kurkushi për këta. Neve jemi bashkjetus me ta dhe kemi të njëjtin status me ta. Në momenti që dikush ja fut dikujt, natyrisht... Po, e kuptoj, që është natyrshme që ju të diskutoni temat më komunale të promjes, po dua që të flasim edhe të rrim brenda krizave të temës. Rrim brenda asaj pyetje që ka pas strategji,
Absolute po. Pra e sheh si një strategji. 100%. Ti u Sepse shpreh në njerëz të klip tillë nuk kursejnë as veten e vet kur vjen puna për të shkelur një hap përpara. U shpreh në klip që e ka bërë këtë zgjedhje për shkak se do donte që Andueli të largohej nga ferma dhe se nuk i duhej më. Si? Luana? Nëse nuk më dëgjojnë fermerët, ju lutem ngrini pak volumin tim në Jo, arenën e po flasim paralel, se po më pyet mu. Marroni? Pra je shprehur që nuk i duhet më Andueli, jam e sakt. E Po, sheh nuk i sërish duhet, shumë. bile i prish punë. Okej. Sepse Andueli është i mrekullueshëm si person dhe është burr, edhe thot e du fort thot, dhe të gjitha vlerat që ka Andueli dhe ai ka gjetë vlerat ke Andueli dhe i ka përdor. Gjë që unë ja kam thonë me kohë, por tani i gjej momentin që Një moment që e kanë shfrytzuar. Se ti ke qenë ai që kur të thamë ne aty, më ke thënë një sekondë Elinara të lutem. Kaq kisha. Në sfidën që u Luana, zhvillu, unë për nëse vete. Elinara po flas të lutem, nëse nuk e mbaron nuk fillon dot. sta ka dhënë njëri fjalën. Kur ta japin fjalën, dua të bëj një ndërhyrje. Në sfidën që u bë, ishe dhe ti që besove që ata Luana humbën. është drejtuese e emisionit, nuk je ti. Luana, mund të flas, mund të ndryj të lutem. Iqe nga menja. Okej, Eran, të lutem të duhet që edhe ta bëjmë në formë diskutimi, Andrea po. Atëherë ta marrim Atëherë, në sfidën që ndodhi. Po e mbarove pra Eran, e mbarove fjalën. Edhe unë nuk mbarova, po ta lash fjalën për rregull. Eran, të lutem. Në sfidën që u zhvillua atje, dolëm aty jashtë, patjetër Erandi më tha bëre zgjedhjen e gabuar, do të ishte më e mirë ti ndaje. Sepse duket që Riku nuk ecën dot nga gjuri, nuk mundet vrapoje të gjitha këto gjëra. Dhe në momentin që vjen Big Mama i thot që nga sfid fati, e shikon në Riku dhe Anduelin që vinë tek zjarri, e thot, atëherë këta ja dolën, ata e humbën. Edhe ai e besoi që këta do fitonin, po nuk e di tani Erandit patjetër. Ta themun, patjetër që do ta të mbaroj o Erand. Jo, po ta bëjmë çupra muhabet. Po të mbaroj. Erand duhet të mbaroj. Erand duhet të mbaroj. Që ka folë burra ty. Se Andueli ishte i lidh me atë. Të mbaroj Erand. Dhe qofse nuk do ishte përbindësh ai, nuk do kishin shku. As ke porta. E flisni për edukat. Duhet ta kuptosh ku janë vlerat. Fol për edukat. Sakrifikoi ai që desh u smund ditën tjetër dhe nuk tha gjë hiç. Por ty të pëlqen se fati çoj dhe se nuk më respekton ke mungesë, kupton. Jo që ta kupton. E thash më të po. E thash. Je mësuar duke ja dolën po pra, ja dolën sepse u shëndërrua ai në Okej, dua të kafsh. ndalem pak tek Ester, e cila shpreh që Andrea ka bërë zgjedhjen si Ester, që në këtë rast i referohesh nëse do ishe ti në vendin e Andreas do kishe bërë të njëjtën zgjedhje. Jam e sakt? Sepse ndodhi kështu, Luana, ishim këtu gjatë pushimit që po bënim në Prime dhe në momentin që Andrea pasaj qohet për të zgjedhur këta të dy, them nën zë me vete që zgjedh Frederikun dhe Anduelin, me iden që mund t'ishte në sfidë burrash edhe thashtë të dy mund t'ja dalin, se kanë një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin. Ndryshe, mendoj, nëse do ishte me nenën ose me yllin, mund të kishin ndonjë grizje të vogël dhe sfidë duhet përqendrim. Kjo ishte ideja. Andrea nuk e ka dëgjuar fare, Big Mama u hodh duke thënë që ti ja shtiven mendje Andreas dhe ti ajo fajtore që Andrea bëri këtë zgjedhjen, ndërkohë që Andrea nuk e ka dëgjuar fare. Mirë, shmendimi e thua ti, e kupton. Elinara. Atëre, për saj përket faktit, mi mbrëma, njerëse si u thash mi mbrëma. Mi mbrëma. Keni parasysh që kur vi ju them mi mbrëma të gjithë dhe na keni thënë mi mbrëma dhe pastaj vazhdojnë. Dakor. Për saj përket faktit të diskutimit, nuk e di se si e pretendojnë këtu fermerët, çështjen e mos diskutimit, kur ne jemi këtu për njëri tjetrin. Një, e para. Nëse e mbani mend, kur isha unë në nominim, jo vetëm që u diskutua çështja e nominimit, por u përdor në mënyrë aq të keqe, aq dhunuse kundra meje, sa që nuk kishte ku të shkonte më. Neve kemi diskutuar për faktin që kjo zgjedhje... Elinara, askush nuk po thot pse keni diskutuar. Pyetja është vendim strateg apo jo? Diskuto sa të duash shfrytëzoje. Nuk po e vëm në diskutim. Shfrytëzoje. Për mua është e qëllishme gjitha. Dhe neve ja kishim thënë që juve do t'ishni njëri tjetrin. Në këtë rast, Andrea e bëri të qëllishme fakt. Mirë, në lidhje me zgjedhjen në një nominim të tillë, dy lojtarë janë shumë lojtarë të fortë.
Mirë, se ju dëgjuam edhe te klipi dhe kuptova që ti beson që është e qëllimshme. Dua të marr të njëjtin në lidhje me të njëjtën pyetje opinionin nga Zhaku dhe nga Castro, e qëllimshme ose jo. Do mos Me thënë të drejtën, unë kam fituar shumë respekt për Andrea në momentin që bëri këtë lëvizje, sepse mu duk shumë inteligente nga ana Andreas. Ne nuk duhet harrojmë që kjo është një lojë, nuk është një kopësht fëmijësh, as azil plesh, as në një kavaleshencë ku kanë shkuar për të bërë pushime ca njerëz, por është një lojë. Është një lojë, aty po luhet për 100.000 euro, po luhet për një titull fitues të një ndër showve më të suksesshëm, më të famshëm në një prej kanaleve më të famshëm televiziv. Në rast se Andrea nuk do të kishte ndërmarrë këtë hap dhe nuk do të kishte bërë këtë lëvizje, unë patjetër do ta kisha parë me dyshim, do thoja ama e kishte shansin dhe nuk e bëri. Çfarë do doja që ti thoja Andreas është tani të kuptoj që kur i thoshte Big Bassës, pse hoqe Ronin e tjerë që e vuri Big Bassën, që Big Bassa dhe Roni nuk ishin atë raport që ka Andrea me Anduelin edhe me Frederikun, patjetër do doja që nga Andrea, me qënë se tashti e kam fituar shumë simpati për ty Andrea si strateg që je treguar, do doja që ti kërkoje Big Bassës të falu për mënyrën se si e si e. Po, dakord me ty. Zhaku jam dakord me opinionin tëm, patjetër që e marr në konsiderat, por thjesht nuk më duket për mua, nuk është ashtu si e thuaj, kupton? Dakord, mirë, unë të paktën ky është mendimi im, po të falenderoj për atë, por nuk është e shkrejtësisht ndryshe se miqësia, shoku, unë e di që ka marrë në një reality show, por dëshira jon e të dyve si imi andaj atij edhe ti andaj meje, ka qenë që pse jo mos të luftojmë të dy bashkë në finale, kush ta ketë rres, kush ta ketë fat, qofte edhe në një duel të dy, kush ta ketë fat, ama njëri në të dy. Nuk është fare se nuk vlen shoqëria dhe miqësia nuk vlen për ato 100.000 euro. Çik populist jeti Andrea, i ke çik viksim populizmi. Nuk vlen absolutisht, ka më shumë vlerë shoqëria se sa ai çmimi. Mirë, ti populizmat e tu i njoh, unë thjesht po them tash, çfarë kam lexuar unë nën teksti që kam parë unë, etj, është ky që sapo interpretova dhe të përgëzoj. Okej, Castro? Në 95% të rasteve, vrasësi kthehet gjithmonë tek vendi i krimit. Edhe po të shihen me vëmendje dinamikat se si shkoi posta i Prime, unë do të marr disa pika vërtet të kyçe. Një papritur me gjithë dashamirësinë e madhe, sepse unë kur rrit 3-4 ditë larg fëmijëve, djalit vogël që jam më i lidhur, unë nuk s'di, mbyllem banjo dhe qaj, do më të kam shumë të vështirë, por atë natë me njerë, ne vum re një Andrea që papritur nga dheu, shfaqi një mall të madh për familjarët e vetë. Sigurisht e kuptuar. Sigurisht, Andrea sigurisht e kuptuar. Një sekund. Kam 2 javë që në Plevit shprem të lutem jam, sepse problemet e mia nuk i di. Unë kam 2 javë, Castro, që di Eser, e di Big Mama, e di Andueli. Të lutem te kjo pjesë mos ma përzi, prekin familjare me këtë që ndodhi. Absolutisht, të lutem. Kam 2 javë që una jam shumë i ngarkuar, me di Plevica shumë mirë. Andrea, një ndër arsye pse unë nuk bëj reality është pikërisht kjo arsye, sepse të bëra një parantezë. Okej, unë e mora si eksperiencë, prandaj duhet provojmë. Nëse unë rrit 3 ditë larg, mua më kapin që nuk jam mirë. Por mos ma përzi të lutem se është ndjenjë tepër e veçantë, ta përzihesh me atë që ndodh. Lëre tani se që na, mos hapër mend kalamaj. Ndoshta pse në atë moment, një moment tjetër, pse pak më herë, domethënë gjithë ajo plasje emotive. Pas ke parë, Castro, më vjen keq, dy kanalet i pas ke kohë. Të parë si një vrasës u riktheve tek skena e krimit, u more me veten tënde dhe nëse e kishe bërë mirë ato pendesën tënde, duke parë Anduelin në sy. Nga ana tjetër kemi një bisedë potë asaj nate ku Andueli me Frederik Ndocin, në një dialog të tyre Andueli që le themi u lëshua, duke thënë ndoshta është nxituar, hëmëse është nxituar. Pra, edhe vetë Andueli është 50-50 mbi besimin që ka, nëse, atëherë në ana tjetër kemi që nëse ti nuk e ke bërë këtë zgjedhje për qëllim, ti je një lojtar i normal, pra nuk të bën një strateg, të bën një njeri që gjithë ditën e ke mendje të mbledhësh domate, speca e gjëra, pra e ke zënë pozicionin tënd në ferë. Shumë e vërtetë. Sa është pak paradoksale gjë ose ironi e fatit, se ti tash duhet pranosh ose jo. Nëse duhet ta pranoj që është strateg, ama ja ka futur shokut në këtë rast. Jo, se kam nisur për strategji, është koncept. Nga ana tjetër, unë mendoj që ka qenë
Jo, ti sa do që ke qef t'japësh nuanca si që kemi në popullore të një shejtan budallaj, ti nuk je. Më shumë anon andi nga shejtani, them unë, se sa nga ky tjetri. Kështu që në zgjedhja jote mendoj që ka qenë e mirë menduar, e një lojtari që po pretendon dhe është futur aty për të fituar çmimin e madh. Do ta merrni vesh. Në rastin konkret, a mund të kishe lozur ndryshe apo jo, kjo është pastaj një infinitet mundësish, kjo është një gjë që ju ngelet ju të dyve, megjithatë unë personalisht mendoj që ishte e qëllim. Okej. Atëherë, dua të ndajrem pak nëse Andrea nuk ka asnjë replik në lidhje me komentet. Jo, kisha vetëm për të shtuar që më tha domate, të mbledhësh domate. Do më thënë, shikoj që nga penalizuese të mbledhësh vetëm domate, të mbjellësh, të punosh. Jo, është shumë mirë, edhe unë e kam të shumë mirë, po mos ishte ti në atë shtëpi, nuk s'di çfarë, do ishte një kaos kulinar aty, po. Andrea, ti e meritoni të atrokite shumë madhe. Por nga ana tjetër, ju fermer, jo detyrimi çdo të cili pozicion, kush gatuan, kush lan rrobat, kush mbjell specat. Ju do të jeni multi. E shikoj. Do të jem më i reduktuar, kasër ta premtoj. Andrea, në lidhje me punët që ti bën për fermën, e kemi thënë në çdo prime dhe të kemi duar trokitur, sepse je shumë i dobishëm. Kjo është ferma në fakt. Po. Okej? Kështu që për këtë mos ki asnjë dyshim. Ne po diskutojmë sonte në lidhje me një zgjedhje që në fakt ky reality show në çdo prime vendosin ndonjëherë fermerët në posita të tilla. Kështu janë tema që duhen diskutuar dhe nuk dua që asgjë të merret personale, okay? Kështu dua në këtë moment të pyes Anduelin dhe Frederiku në lidhje me pyetjen. Frederik, a mendon ti që je sonte më i rrezikuar ti apo Andueli? Do doja që ti isha më shumë i rrezikuar unë edhe me shumë kënaqësi. Jo do doja, a mendon? E kam thënë edhe në Plevic, djali i ri tarmen për para, unë kam prapë me thonë në këtë jetë, prapë, dërsa të kemë energji, po, kjo është djali i ri, është, 24 vjeç, në kullin e vetë, kjo është më i zoti me jafut, nërthale me marë situatat prej poshtë, në altë poshtë. Të tjerët jena më të përqëndruar për me thonë në të që është horizontalin, edhe jo bira apshisave. Atër, mendoj që Andueli është pak më pak i rrezikuar. Anduel? Po mendoj që më rreziku jam unë. Ndërkohë që dua me të njëjtën pyetje të hec me të gjithë fermerët e tjerë. Kush është më i rrezikuar? Kë doni ju të dalë sonte? Big Mama. Vetëm e emër ju lutem. Frederiku. Ester? Patjetër që nuk dua të dalë askush, po mendoj që është i rrezikuar Frederiku. Anduel? I shohim edhe prekjet, ë? Jo, po thoshe, fol. Fol mi thoshe të ka fjallë. Okej. Jo. Dakord. Ylli? Andueli. Big Basa? Andueli. Elinara? Shikoj të rrezikuar Anduelin. Nena? Andueli. Erand? Po, i rrezikuar, natyrisht, Andueli është sepse Frederiku është një figure konsolidume të e... Vetëm e emër. Po. Faleminderit. Pra she Anduelin. Andrea? Sa do doja që vetëm në këtë moment mos ma thrisi emrin, sinqerisht, për këtë pyetje. Okej. Atëherë, Andrea, nuk po ta bëj këtë pyetje. Bravo. Faleminderit, të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Okej. Kthehemi në studio. Si e shini realisht Andrean? Unë e shoh të rënduar, të shqetësuar. Po shiko, unë, si me thënë, të hënën, unë e nisa ludova dhe me gjithë drejtën e botës. Domethënë, kurse jam më i zgjuar në botë, mendoj dhe ata nga shtëpia këtë kanë menduar e luduar. Por nga ana tjetër, mendoj, domethënë, kam hapësira ta mendoj, kam sado të vogla që ore mund të ketë qenë një budallik i momentit. Domethënë edhe një mos mendimi Andreas në atë, domethënë, çfarë sjell një sekond nuk ta sjellë gjithë jeta. Po. Pastaj nga ana tjetër tema i sejtan budallaj, prapa në ndonjë sejtani për atë Andrean, se është i pak sejtani. Andrea nuk është as pak as shejtan as budalla, Andrea është shumë i zgjuar.
dhe më vjen mirë që po e shfaq tani këtë anë të vetën dhe Po ka nëse do marrë ishte situatën këtu, në pse nuk po dorë. e pranon? Nuk e pranon se nuk i takon me profilin që ka krijuar të populistit, ai duhet të gjithmonë atë që shkon në publik që është më i mirë. Po jo, Nuk do detyrim. t'tingëllonte shumë mirë. Jo, unë mendoj tash nga Mendoj në analiza raport që me bëj. Andueli më shumë se sa me... Në raport edhe me publikun, se i di mirë gjërat, ai është vërtet inteligjent në këtë gjë. Okej, do kemi si gjatë bërmjesës sotme. I leverdis më shumë tash të si shohim- diçka të rastësishme, si diçka për t'i favorizuar patjetër, por mendoj që është diçka e mirë Ti menduar. është krejtësisht si loj. Po. Okej. Dua të shkojmë sërish tek Arena e Brendshme, sepse kam një lajmërim që besoj do i gëzoj pas pak. Se... Quat. Fermer! Jam sërish me ju këtë herë, sepse dua t'ju dërgoj diku tjetër. Ju na keni dhuruar një shfaqje ditën e martë, që do ndalemi gjëri gjatë më vonë, sepse ja vlen për të ndalur, ishte jashtëzakonshme, por në këto momente dua që të jeni ju ata që drejtoheni tek Arena e Jashtme, sepse shfaqjen e kemi ne. Më prisni atje, do vi pas pak tek ju.